social Telegram. Ata thonë se të dyja databazat janë në shitje për 0.025 Bitcoin secila, apo rreth $557 amerikan. Hetimi i thelluar na vuri dispozicion prova të pakundërshtueshme se agresioni kibernetik ndaj vendit tonë është orkestruar dhe sponsorizuar nga Republika Islamike e Iranit. Hoxhallat kanë qef më ju pa me thonë që jeni ateista. Hoxhallat kanë qef më ju pa që jeni budista. Hoxhallat kanë qef më ju pa me qenë kriminal. Me qenë hajna, me vjedh. Hoxhallat kanë qef më ju pa me qenë dilingji. Kurvar. Por hoxhallat e kanë një pik dot s'kanë qef. Me në dëgju, me thonë, feja e shqiptarit është shqiptaria. Provane se cilit hoq, thuj feja e shqiptarit është shqiptaria, është sukur me arras plum lullet ballet. Thot unë jam shqiptar, marë me fe shka je? Shqiptar, thot me fe. Fa shqiptar me fe. Me fe qka je? Feja shqiptarit shqiptaria. A thot kjo fe kuj pas ka zbrit? Gjergj Kastriot? Kuj pas ka zbrit? Kuj është pal kjo fe shqiptaria? Hoq, Tim Shkupi. Qysh ke ai pseudonimi Tim Shkupi, apo? Po thot unë jam shqiptar, marë me fe shka je? Shqiptar, thot me fe. Fa shqiptar me fe. Me fe qka je? Feja shqiptarit shqiptaria. A thot kjo fe kuj pas ka zbrit? Timit. Fyhen ndjenjat e muslimanëve që, po tham, nuk u bandera atyne që i fyjnë. Thimos, apo i thimit, apo i timit. Kuj pas ka zbrit? Kuj është pal kjo fe shqiptaria? Timit. Hoq, Tim Shkupi. Qysh ke ai pseudonimi Tim Shkupi, apo? Po. Ne hymi duke mos e shikuar vetveten në pasqyrë. Kuj pas ka zbrit? Kuj është pal kjo fe shqiptaria? Timit. Shkupi është emër arthi, emri i vërtet është Musa Hel e Take Hadithu Musa. Po neve let na lënë rahat në bindjet tona, në besimin tonë, ku na njihemi të lumtur, njihemi të kënaqur. Me pi urinën, sesa me pi rakin, fetarisht. Në bindjet tona, në besimin tonë, ku na njihemi të lumtur, njihemi të kënaqur. Me pi urinën, sesa me pi rakin, fetarisht. Por ne çfarë duhet bëjmë faktikisht? Ne i referohemi Kur'anit dhe timit. Fyhen ndjenjat e muslimanëve që, po tham, nuk u bandera atyne që i fyjnë. Thimos, apo i thimit, apo i timit. Kuj pas ka zbrit? Kuj është pal kjo fe shqiptaria? Timit. Logo e grupit të hakerave Homeland Justice përmban një shqiponjë që drejton kthjetrat nga ylli i Davidit, ndërsa hakerat thonë se kanë planifikuar sulme të tjera. Monal Konga në Prishtinë. Konga. Gjenisja bet. Shqiptaria për me dit, hajde në Shkupem soni qëto dit, e kem hoxhën o e kem susin, atë dhehtarin o Tim Shkupi, amanet na e kalan, për me hrujt dit.